Apo më lejon të flas? Në rastë ndalimi i punës, me qenë se është mbi një aktakues. Po, ju ndoshta... A jeni në dieni ju? Jo, nuk jemi në dieni. Nuk jemi as pak të njoftuar. Javën që shkoi, Gazeta Nacionale ka publikuar një hulumtim ku tregon qartë se një pikë e karburantit të naftës e kompanisë Exfis është duke vepruar jashtëligjshëm brenda një zone të trashëgimisë kulturore në qytetin e Pejës, më saktësisht afër stacionit të trenit, ku për këtë rast prokuria themelore në Pejë ka ngritur akt akuz. Përveç tjerash, Gazeta Nacionale ka më shumë se 2 javë që ka dërguar pyetje tek Ministria e Tregtisë dhe Industrisë për të kuptuar nëse kjo kompani ka marrur lejen e nevojshme për të operuar, por që të njëjtit nuk kanë kthyer përgjigje. E sot, udhëheqësja e këtij digasteri ka për të mbajtur konferencë, ku ne sot kemi adresuar pyetjen nëse kompania Exfis ka marrur lejen e nevojshme për operim. Duhet të dalë jashtë temës për shkak se ka më shumë se 2 javë që kanë dërguar pyetje tek zyrja për informim. Pika karburantit të naftës në qytetin e Pejës, më saktësisht brenda stacionit të trenit që është zonë trashëgimisë kulturore, kompania Exfis është duke operuar jashtëligjshëm, për çka edhe prokuria themelore në Pejë ka ngritur akt akuz. Përveç kësaj, nuk ka leje, s'ka pasur leje për ndërtim. Jam interesuar me ditë nga ana e ministrisë suaj. A ka marrur lejen e nevojshme për operim kjo kompani? Edhe cilat janë hapat nëse nuk ka marrur lejen e nevojshme, licencimin nga ana juaj për operim, cilat janë hapat që ministria juaj merr në këtë rast, pra ose në rastin e subjektet ekonomike të cilat janë të palicencuar dhe veprojnë jashtëligjshëm. Në këtë rast, unë si ministër nuk mbaj mend emrat e kompanive të përveçme si individuale, por e di që me vinë qindra licenca në kabinet për t'i nënshkruar në afat të shkurtër. Por në këtë rast duke vepruar jashtëligjshëm, kompania Exfis është operuar brenda një objekti jashtëligjshëm, për çka dhe prokuria ka ngritur akt akuz. Shumë mirë. A jeni në dieni ju? Jo, nuk jemi në dieni. Nuk jemi as pak të njoftuar. Po në këtë rast që jeni të njoftuar, primarit mars është ngritur akt akuz për atë objekt ku është duke operuar kompania Exfis në mënyrë të jashtëligjshëm për shkak se është brenda një zone të trashëgimisë në akt akuz përmendet, përveç që është brenda një zone të trashëgimisë, është ndërtim pa leje. Po. Ministria e Industrisë Ndërmarrësisë pikërisht për sektorin e naftës ka intensifikuar inspektimet përmes Inspektoratit Qendror të Mbikëqyrjes së Tregut, duke rritur inspektimet për më shumë se 100% gjatë këtij mandati. Apo më lejon të flas? Nuk jeni në dieni me qenë se për përmend 100%. Po, ne jemi në dieni kur Inspektorati Qendror i Mbikëqyrjes së Tregut tregon sa operator ekonomik janë gjobitur, janë inspektuar dhe janë proceduar në organet e drejtësisë. Unë si ministër nuk jam e informuar për një biznes të vetëm, por jam e informuar për bizneset të ndryshme të cilat inspektohen, të cilat gjobiten, por edhe të cilat motivohen për mu licencur. Në këtë rast i bie që kompania Exfis nuk ka marrë licencim nga ana. Nuk e di. Unë do të përgjigjem me shkrim, a e ka marrë apo jo. Sepse kemi... Po, ma dërgoj drejt në kabinet, do në të përgjigjem. Ma dërgoj drejt në kabinet, e kërkoj të Inspektoratit Qendror i Mbikëqyrjes së Tregut, a ka pasur inspektim, dhe e kërkoj të Departamenti Politik Bers i Naftës, i cili ka një komision për licencim të operatorëve ekonomik të naftës. Ma dërgoj në kabinet. Nëse nuk e marrë përgjigje. Janë hapat sipas legjislacionit në fuqi, ligji për naftën, ligjet tjera për kacë për operatorin ekonomik. Janë të gjitha masat sipas Inspektoratit Qendror të Mbikëqyrjes së Tregut që bazohet në ligjin për mbikëqyrjen e tregut, në ligjin e naftës, por edhe ligje tjera për kacë për operatorin ekonomik. Janë shumë masa që mund të merren ndaj operatorit ekonomik. Këtë rast ndalimi i punës, me qenë se është mbi një akt akuz. Po, ju ndoshta e dini se ka ndjekur procedurat nëse një kompani e tillë nuk ka ndjekur shfutur me qira në një objekt që ka telashe pronësore, që është ngritur akt akuz. A nuk kupton që nuk e ka të drejtin edhe të marrjes së licencës këtë rast? Kjo nuk kupton që Inspektorati Qendror i Mbikëqyrjes së Tregut, me që nuk është prezent këtu, vetë se ka kryer një inspektim nëse është publike, ose ka kryer inspektim më herët dhe ka njoftuar ndoshta organet publike.